fakt, kur ka ndodhur shorti, edhe kemi marrë informatën nga Komiteti Olimpik i Kosovës, na pak kemi habit se po mendoj të gjitha shortet e FIBA-s janë dirigjume në atë mënyrë që mos më ra më u taku Kosova dhe Serbia, dhe ka pas shorte në fillim kur jemi pranu që as Lituania dhe Letonia ka pas shorte që FIBA i ka dirigju për mos më përball as ato dyja. E kështu që për neve ka qenë pak habi dhe kemi thonë, okay, me siguri nesër kanë më lajmëru që kjo nuk është diçka e mundshme, por nuk ka ndodhur deri sot. Një kërkesë më na sqaru, a ka me vazhdu kështu, sepse normalisht që tani na duhet një mobilizim pak më i madh në aspektin edhe shtetëror, se si kemi u qasë kësajna, por nuk kemi marrë ende përgjigje prej organizatorëve të lojrave mesdhetare të anë të 2026, por nëse duhet të luajmë edhe të ballafaqohemi nëse nuk apo është under 22, nën 23 vjeç, atëherë na kemi me kry punën tonë që ato që kemi me shku me lujt basketball 3x3 dhe ka me qenë kjo. Po për neve ka qenë habi se me të vërtet, të paktën në sportin e basketbollit di që shortet janë të dirigjura që këto dy shtete mos mu taku. Dhe vitin e kaluar kemi pas një rast në e-sports të FIBA-s, na kemi qenë grupi Serbin, po me njerët nesër kemi pas, na kanë caktuar një takim, e kemi mbajt, ata na kanë informuar që kjo për shkak që dirigjimit të shortit që ata i FIBA nuk e ka ditë që e praktikon FIBA, atëherë nëse kërkojmë mirë kuptim nga jo, na kanë thonë nëse është e mundshme me ndrru, dhe na kanë thonë po s'ka problem, shkojmë tutje.